Bajpasi i Shkodrës është zhytur në errësirë, qindra ndriçues për gjatë këtij aksi janë dëmtuar ose kanë dalë plotësisht jashtë funksionit, siç dëshmojnë pamjet në terren, shumë prej tyre varen në shtylla, ndërsa të tjerë janë thyer dhe mbetjet e tyre gjendën të shpërndara në përshkurre. Dëmi është i konsiderueshëm. Çmimi mesatar i një ndriçuesi arrin rreth 250 euro, çka do të thotë se kostoja financiare për zëvendësimin e qindra pajisjeve është e lartë, por kostoja më e madhe është ajo e sigurisë. Ky aks prej 5 kilometrash pjesë e rrugës kombëtare Shkodër-Hani-Hotit është praktikisht pa ndriçim gjatë natës. Mungesa e ndriçimit rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente në një segment që qarkullohet 24 orë pa ndërprerje. Errësira në këtë nyje të rëndësishme rrugore nuk është thjesht problem estetik, është një kërcënim real për jetën e drejtuesve të mjeteve dhe kompresorëve. Pamjet e ndriçuesve të shkatruar dëmtojnë gjithashtu imazhin e qytetit dhe të gjithë rajonit. Në vend që të reflektojë standard dhe mirëmbajtje, kjo vepër reflekton neglizhencë. Për mirëmbajtjen e bajpasit, përgjegjës është autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër. Gjendja aktuale, degradimi, ndriçimi, dëmtimi i kangjellave metalik dhe i sinjalistikës tregon qartë se mirëmbajtja ka munguar dhe vazhdon të mungojë. Kjo situatë është e pajustifikueshme. Në këtë aks me fluks të lartë qarkullimi dhe me rëndësi strategjike për turizmin, mungesa e ndriçimit është e pafalshme.